Çaste të ngrira, të ftohta, shpesh edhe të heshtura, vijnë të thënë ndryshe nga poeti Demir Gjergji në librin e tij më të fundit me poezi Or Akulli. Ai sjell për lexuesin më shumë se 100 poezi, të cilat për poetin janë të papërsëritshme. Vazhdimi i botimit, Bibla e buzëve, por në një tjetër këndvështrim, kalimi nga zjarri dhe pasioni i dashurisë në venitjen dhe ngrirjen e saj deri në akull. Or Akulli ka 3 kuptime në semantikën. Para është kuptimi drejt për drejt, or akulli të thonë orë ngrirë, çasti ndalur, kohë trishtuar, kohë dimërore, por nga ana tjetër ka brenda edhe ardhmërinë e shkrirjes. Pastaj nëse do ta shqiptoje, nuk do ta lexoje titullin, mund të thuash or akulli. Domethënë se ç'do të ndodh më vonë, se ç'ta pret më tej. Duke lënë pas zjarrin dhe akullin, në botimin tjetër autori thotë se do të vijë krejtësisht ndryshe. Pres të shkrij ky akull që kam të ky libër dhe pastaj do të jetë një tjetër me të tjera përmase, me të tjera motive, nuk e di, nuk do ketë më këtë fytyrë. Poezit Or Akulli janë produkti një pune më shumë se 2 vjeçare, të cilat vijnë të përmbledhura edhe në CD.